Përshëndetje dashur miq, mirë se vini në Elevate. Kam kënaqësinë t'ju njoftoj se kjo bisedë sponsorizohet nga Lajthiza dhe Ring Center. Sot kam ftuar Barbara Dodën. Unë kur jam njohur me Barbarën për herë të parë, kam patur një kimi të menjëhershme me të. Janë të rralla vajzat e reja, si ajo, me një angazhim publik do të thosha, që janë vetvetja e megjithatë përcjellin edhe mesazhe të rëndësishme në komunikimin dhe angazhimin e tyre publik. Përshëndetje Barbara, mirë se vjen në Elevate. Përshëndetje Floriana, faleminderit për ftesën. Ajo puna e kimisë është shumë e vërtetë. Edhe unë kam pasur me ty edhe kam qenë e gëzuar që të njoha, të takova, se unë dhe ti kemi një diferencë moshe që kur unë isha fëmijë, unë të shikoja si model, unë dhe mami ta kam treguar na pëlqente shumë bota e spektaklit. Dhe kur ti u bëre një mis, ti isha aq e bukur, aq fine, një finesë e gjallë dhe gjithmonë radiante si person. Edhe unë u gëzova pastaj, edhe jam gëzuar për shumë njerëz që jeta më ka përplasur dhe më ka dhënë mundësinë t'i takoj, domethënë dhe je nga ato raste që nuk jo vetëm që s'më ke zhgënjur pasi të kam takuar personalisht, po jam surprizuar edhe për mirë. Faleminderit shumë Barbara. Mua më pëlqen modeli që ti jep në shoqëri. Dhe ndaj e theksova edhe në fillim të emisionit, është e rëndësishme që edhe publiku, edhe ata që na ndjekin të marrin modelet e duhura. Besoj që Shqipëria ka me shumicë, po ndoshta nuk promovohen mjaftueshëm. Edhe qëllimi im i Elevate është një farë mënyre që të jap edhe mesazhe të rëndësishme dhe lartësuese nga këto biseda që ne bëjmë për diskutuar për tema të rëndësishme, përveç se personazhit që ftoj, po mendoj që njerëzit kanë nevojë që ti dëgjojnë këto mesazhe edhe të frymëzohen. Kështu që shpresoj që këtë do të arrijmë që të bëjmë edhe bashkë sot. Tani me këtë që them më vure në sikletë dhe tani do kem frikë jo, absolutisht. Përkundrazi, ti përmes natyrshmërisë tënde dhe përmes asaj që ti bën, aktivitetit tënd, sigurisht mesazhet jepen, nuk është e thënë që patjetër të artikulohen në një formë caktuar ose jo. Megjithatë, për të të njohur pak më mirë, ti sigurisht je angazhuar politikisht, edhe më përpara ke marrë pjesë edhe në emisione të ndryshme televizive. Megjithatë, jo të gjithë e dinë se kush është Barbara dhe përtej politikës. Edhe unë do doja që të futeshim një çik edhe në botën tënde. Ke dalë në për emisione të ndryshme, siç po thosha më përpara, por në fakt, ëndra e mamas tënde ka qenë që ti të drejtoje emisione televizive. Nga që isha oratore, kur isha e vogël, flisja, recitoja, dhe kam qenë fëmijë pa turp. Në kuptimin e fjalës, për shembull, ne mblidheshim, po të ishim 30, 20, 50 veta, nuk ka rëndësi dhe dikush do më thoshte thua një vjersh ose na tregoi diçka, unë asnjëherë nuk e kam ndier turpin nga publiku, përkundrazi. Unë madje shpesh e ngacmoj të shtëpisë edhe kur më kërkojnë të përgjigjem ndonjë gjëje, sidomos lidhje me politikën, e them po shikoj se nuk kam publik, kështu nuk flas dot sot. Dhe gjithmonë kam qenë një fëmijë shumë i gjallë dhe mami im, siç thash, na pëlqente shumë, mami e ndishte showbizin, e ndishte shumë artistët, i pëlqente që unë të kisha pjesë, ose të isha pjesë e botës televizionit, edhe e ndërronte për mua faktikisht, dhe më thoshte ti do bësh një prezantuese e jashtëzakonshme. Por a ke tentuar ndonjëherë? Po, kur kam qenë fëmijë. Do sepse ne që fëmijë bashkë me vllajën, se jemi binjak, kemi bërë kurs baleti. Dhe mami, thash nga që kishte pjesë qef këtë botën artistike, mundua të na ngjiste edhe ne, dhe ne deri në klasë 8 gati kemi bërë balet, domethënë edhe më ka pëlqyer shumë. Nga aty para shumë vite, kur unë isha në klasë të 7, mos u gabofsha, hapen disa emisione për fëmijë në Shqipëri dhe unë kam qenë pjesë e një prej tyre, kam pasur rubrikën time, edhe ishte zjati një sezon, por ishte eksperiencë shumë e lezetshme. Po prapë, sado që më tërhiqte televizioni, politika më ka tërhequr gjithmonë. Gjithmonë, ëh? Domethënë, unë edhe kur isha fëmijë, unë do të flisja për politikë. Kjo nuk është shumë tipike. Kjo nuk është shumë tipike, është e keq, por mua është shumë më tërhiqte, është shumë më pëlqente, për mua ishte argëtim. Unë nuk e shikoja si stres apo problem apo si diçka madhore, e shikoja si diçka që do ta bëj. Edhe prindërit kanë qenë të angazhuar politikisht, kështu që sigurisht që edhe ndikimi nga ata ka qenë. Po, në familjen tonë, nga që ka një histori të tillë me politikën, domethënë që vi nga një familje e përsekutuar, është edhe pse askush nuk ka qenë politikan, gjithmonë është folur për politikë. Nuk ka qenë një pjesë e pashmangshme. Që kur
kur të tregoni historinë e familjarëve të tu, ta tregoni nëpërmjet politikës, nëpërmjet ngjarjeve historike që kishin ndodhur në Shqipëri. Kështu për mua mendoj ka qenë e pashmangshme. Ti po flisje pak më përpara për të qenit bashkë me vllajën tënd Binjak, pra për të rriturit bashkë. Si ka qenë përjetimi i fëmijërisë me një gjysmë tënden? Është ama gjysma jote. Është interesant. Nuk je kur vetëm. A ngjani të dy? Mendoj që ngjajmë si motor e vlla. Okay. Nuk e di nëse ngjajmë si Binjak. Ti e ke takuar vllajën tim. Ai është shumë djalë i mirë, po është edhe e rrezaton. Zoti ja ka fal edhe në fytyrë, domethënë mirësinë që ai ka. Kur kemi qenë fëmijë, mendoj që ka qenë shumë e vështirë për të kuptuar të mirat e pasurit të binjakun tënd, domethënë gjysmën tënde, sepse nga që ishim bashkë gjithkohës, kjo krijonte edhe konflikt për ne. Ne bezdiseshim nga njëri tjetri. Aq më tepër që kur jeni dy në një moshë, ti do ndash çdo gjë me të. Po si natyra ngjani? Jo shumë, jo shumë. Të më thënë, ne të dy kemi marrë vlerat më të mira nga prindrit, ne të dy jemi mbështetja njëri tjetrit më e fortë. Të më thënë, nëse prindrit marrin mua veç edhe mankojnë ndonjëherë për Glenin, unë jam bish për të, dhe e di që prindrit nuk gjejnë vend as te Gleni të ankohen për mua. Do të thënë, ne jemi mbrojtja më e madhe njëri tjetrit dhe e kuptojmë njëri tjetrin. Por kur jemi rritur, realisht, sidomos kur unë jam rritur, e kam kuptuar se qa fati kam patur që unë kam një vlla binjak. Edhe ju them njerëzve shpesh që e ndjej veten nga njerëz sikur Zoti më ka favorizuar kaq shumë sa që më ka dhënë një gjysmë të pandashme dhe një gjysmë akoma më të mirë të vetes time me vllajin. Po, në fakt unë kam patur këtu në emision Ilda Zhulalin, e cila ka një motor binjake. Nuk e di. Po, edhe unë nuk e dija, dhe ajo më thoshte kaq të lidhura ishin sa që ndërronin të njëjtat ëndra. Kjo është vërtet. Shumë interesant kjo. Është vërtet. Dhe nuk e di atë ka ndodhur ty. Më ka ndodhur me vllajën tim kjo gjë, domethënë që unë e kam marrë në telefon e kam thënë Glen pash në ndërmbrëm, unë pash në ndërmbrëm, do thënë ëndra ishte shumë e ngjashme. Okay. Ose për shembull, disa gjëra që më ndodhin, sidomos kur ishim edhe në një shtëpi, ai e ndjente qa kisha unë, për shembull, edhe nëse isha jashtë, kisha një problem, më çka ka ndodhur sot? Kemi gjeti sot. E dallonte direkt, dhe unë kam pas një gjë me. Pra është ajo ndjesia e shpirtërore. Unë thash, aq shumë fort lidhe me binjakun tim, me mamin tim, mamet i them, domethënë fakti që Zoti ka dhënë 2 fëmijë për një herë, i them gjithmonë që ka qenë jo rastësore, kam shoqen time të ngushtë tani që është bërë me binjak, dhe që kur ajo më tha që priste binjak, nuk e shikoja dot më thjesht si shoqen e ngushtë, do kur e shikoja atë që nganjëherë lodhet, nganjëherë vuan, them, o bobo mami mi shket kështu bënte me ne. Shumë gjëra në kohë përjetoj dhe unë tani diçka. Në kohë fillojmë i kuptojmë për prindrit, se çfarë kanë kaluar, çfarë kanë hequr. Vetëm kur rritesh, është e vërtet. Gjithmonë më shumë. Do thënë nganjëherë ndjem pak fajtore, sidomos me mamin. Pse? Sepse mendoj që ne vajzat sidomos, ndoshta nuk e di atë ka ndodhur dhe ty, po me babin kur je e vogël lidhesh shumë, do babi është idolli. Më ndodh shpesh që ka konflikt me mamin, edhe unë për shembull kam ato konflikte e mia. Unë kam pas konflikte me mamin dhe unë nuk e kuptora mamin kur isha më e vogël, kur isha adoleshente, edhe nuk ishin dhe shumë shoqe, domethënë ishte edhe më e rrep se mami mësuese, ishte pak autoritare në shtëpi, ndërsa babin e shikoja gjithmonë kështu si shokun tim, më të afërt. Po kur jam rritë, në problemet e para që kam pasur në jetë, kam filluar të kuptoj mamin, kam thënë, wow, mami im, edhe sot kam një lidhje shumë të fortë me të, dhe nganjëherë mundohem e gjej veten duke munduar t'ja shpërblej, si thua, ato dhimbjet e kokës që mund t'i kam dhënë më parë, domethënë. Ato dhimbjet e kokës, e megjithatë kam përshtypjen se vajzat që kanë këto konflikte gjithmonë më shumë fillojnë e bëhen si mamaja. Po, mama thon gjithkohës, po. Është interesant kjo, se si evolon. Ti je rritur në Tiranë, Barbara, megjithatë ke patur një eksperiencë shumë interesante të jetës në kontinentin aziatik dhe pikërisht në Kinë. Si ka qenë ajo? Shumë. Domethënë jam shumë e fat sepse unë këtë eksperiencë e bëra kur isha 21 vjeç, 22 kam bërë atje domethënë. Dhe isha shumë e re, si thua. Familja ime është familje vërtet e thjeshtë. Dhe ne nuk kemi pasur mundësi të udhtojmë jashtë Shqipërisë kur unë isha e vogël. Unë udhtimin e parë kam bërë 20 vjeç gati. Dhe jam munduar gjithmonë vetë, domethënë kisha një dëshirë, kuriozitet, doja të shikoja botën, dhe këtë më ka dhënë mami. Mami nga që nuk pati vetë
mundësinë, më shtynte gjithmonë që unë të kisha kuriozitet, më mësonte historinë, por gjithmonë thoshte ti duhet shkosh të vizitosh këto vende. Kupton, dhe mua ndoshta më ngeli që Është fëmijë. diskutuar në Erkina me familjen apo? Jo, Apo nuk e kisha cili do diskutuar. vend mund t'ishte? Cili do vend? Mami më donte që unë të kisha mundësi që ajo si kishte, donte që unë vërtet zhvillosha edhe si grua, domethënë mos të rria e nënshtruar, të ecja përpara, të bësha vetvetja, të gjeja veten më saktë. Dhe jam e fat që unë e bëra këtë eksperiencë kur isha shumë e re, sepse mu dha mundësia. E para ti ke jetuar në një kontinent tjetër. Dhe ju a them shumë njerëzve të jetosh në një kontinent tjetër nuk është fare si të jetosh në një vend të Europës, ku ti mund të marrësh avionin, të vish kur do herë, kur ti zgjosh në mëngjes, gjot në mëngjes edhe mami jote, edhe babi jote, edhe vllaje me radhë. Unë me pak fjalë në orën 6 mbasdites që ishte atje, prindrit e mi zgjoheshin këtu. Domethënë fillonin ditën këtu. Unë edhe nëse kisha një hall apo një problem për gjatë ditës time, unë nuk kisha ku t'i kërkoja ndihmë. Tani shkove shumë shpejt se unë doja të dija se si shkove, domethënë përmes cilës mënyrë? Përmes një burse. Okay. Domethënë unë studioja për arkitekturë atëherë. Dhe në shkollën time u dhanë 2 bursa studimi. Dhe unë mund të zgjidhja universitetet ku mund të aplikohem më saktë, dhe të zgjidhja 3 universitete në Kinë. Mua më pranuan 3 universitetet, dhe të 3 ishin, po them, në nivelin më të mirë të mundshëm. Por zgjidhja ime pastaj nuk u bë universiteti, por u bë qyteti, sepse 2 universitete që unë kisha aplikuar ishin në Pekin, dhe një universitet që kisha aplikuar ishte në Shanghai. Po pse zgjodhe pikërisht Kinën? Se kush mendon që të shkoj deri në Kinë? Jo, unë nuk e kisha menduar. Domethënë ishte komplet rastësore, mënyra se si gjeta një aplikim, domethënë që erdhi tek shkolla jon, aplikova, po nuk është se kisha menduar, madje unë e kisha harruar në një moment që kisha aplikuar, se mbaj mend që kam aplikuar diku nga shtatori dhe më ka ardhur përgjigje në shkurt. Domethënë edhe aplikimin nuk ka qenë i plot, do mungonin, unë nuk e bëra aq seriozisht në kuptimin e fjalës, por kam qenë studente shumë e mirë. Edhe nuk mendova Kinën, por kur merrte përgjigje nuk isha dyshim. Për mua pse ishte larg nuk ishte problem, ishte një sfidë që unë me ziprisja ta bëja. Dhe si a dole? Për sa kohë jetove aty? 1 vit e gjys, derisa ra pandemia, programi ishte më i gjatë, unë duhet rria 5 vite në fakt, por programi unë u deshtkthesha, dhe Kina u mbyll më tepër se çdo vend i botës, dhe jo vetëm që u mbyll për kinezët, por u mbyll dhe për të huajt. Domethënë për 3 vite pasi unë u ktheva, nuk ishte mas fluturime apo bileta për studentët, sepse studentët duhet merrnin një letë posaçme për të kthyer në vend, përveç se ata që kishin një vend pune të caktuar. Kështu që unë Po më tregon pak për eksperiencën atje. Eksperjenca atje. Kur shkove atje, sepse edhe unë kam qenë në Kinë, në fakt. E di se ke qenë misi, ti je misi Kinës. Është vërtet. Po, kam qenë. Sa mirë mbaj mend Floriana. Kam qenë në Miss World dhe Kina është krejtësisht një botë tjetër. Është një botë tjetër ku shumica prej tyre nuk flasin as anglisht, edhe mënyra e të folurit anglisht është... Para sa vitesh ishe ti? Unë në 2012. 2012, po. Kështu që ti ke qenë më vonë se sa unë. Domethënë sa ka avancuar kur shkova unë në 2018. Dhe ti ndihesh krejtësisht i izoluar. Domethënë imagjinoj ty tani vetëm atje, kaq larg prindërve, megjithatë një guxim shumë i madh, Barbara, bravo. Jo, ka qenë vërtet, tani që e mendoj për moshën që kam qenë, se kam qenë shumë e vogël vërtet, ka qenë guxim. Por nga ana tjetër unë jam njeri shumë social, domethënë përpiqem t'ia dal, edhe kjo gjë nuk më ka trembur kurrë, domethënë unë frikën nuk e njoh si natyrë, edhe gjithmonë guxoj. Edhe kur më thanë Kinë, thash, nuk më duk aq larg, saqë mendoj njëherë nuk thash, se Kina këtu është Kina. Nuk më duk aq larg, por që ishte eksperiencë shumë e bukur, edhe kjo që ishte vërtet. Si ishte dita jote atje? Shumë e zënë, po do ja thoja këtë gjë, domethënë, jo vetëm që kam jetuar në një vend të largët, por kur kam shkuar unë, domethënë në 2018 atje ekzistonte vetëm pagesa online nëpërmjet telefonit, çdo gjë kishte të lidhur telefon, unë nuk merra kurrë portofol, çdo gjë për shembull në dhomat e hotelit, po edhe në dhomat e konviktit që kishim ne, nëse ti porosisje ushqim të vinte me robot, domethënë ka pas ishte jo vetëm që kam jetuar larg, por në një farë mënyrë kam jetuar në të ardhmen.
domethënë ne jemi vërtet shumë larg teknologjisë që ata kishin. U përshtate shpejt? Shumë shpejt, sepse universiteti im ishte gjermano-kines, pra nuk ishte vetëm kines dhe kisha shumë europian. Dhe kjo gjë më ndihmoi jashtëzakonisht shumë. Pra në gjuhë e bëje mësimin? Unë kam bërë 6 muajt e parë anglisht dhe 6 muajt 2 semestrin e dytë pastaj ka filluar komplet kinesë. Po aty është kjo që thet, aty e mëson gjuhën shumë shpejt, sepse njerëzit nuk e flasin. Ti je detyruar, nëse ti do të porosisësh ushqim, nëse ti do të shkosh në një restorant, nëse ti do të shkosh blesh bukë, rroba, je detyruar ato fjalët që ti mësoj je detyruar të përdorësh. Po tani flet kinesë? Tani kam harruar. E tani e lexoj, kam shprehje, por jo siç e flisja. Unë kam marrë dhe kur kam kthyer nga Kina e flisja jashtëzakonisht shumë mirë. Tani u bë 6 vite dhe përveç shkollës, arrite edhe të vizitosh qytete të ndryshme dhe kulturën e përvetësove, domethënë. Po, domethënë kjo ka qenë, për këtë jam falënderuese ndaj vetes time, si thon, sepse kam pas gjithmonë këtë dëshirën që momentet i shfrytëzojnë maksimum. Unë nuk e dija sa kohë do rrija në Kinë, nuk e dija që do kthehesha kaq shpejt, se kisha menduar që do rrija më gjatë, por prap doja të shikoja çdo gjë, domethënë, doja të shikoja, Shanghai ishte një qytet i mrekullueshëm vërtet, por unë doja të shikoja qytete të tjera që kishin histori, doja të shikoja jugun e Kinës, doja të shikoja Pekinin, domethënë unë mundova dhe lëviza dhe kur je në Kinë je edhe në qendër të Azisë. Ka fluturime me çdo vend tjetër, kështu që unë fillova të udhtoja. Por prap kur e mendoj tani shumë budalli nga ana ime se unë isha studente. Merja bursën, që ishin diku tek $400, po më besoj që $400 në Shanghai janë shumë pak para. Dhe fillova të punoja, merja edhe pagesën e punës. Çfarë punë bëje? Në fillim jepja mësim në anglisht dhe pastaj unë hapa një klasë leadershipi. Dhe ka qenë shumë cool për mua, domethënë një gjë shumë e re. Po ishin të huaj? Ishin kines. Ishin kines. Edhe mësoni leadership nga ty. Disa sepse në Kinë kanë një problem shumë të madh, domethënë me pjesën e leadershipit, aftësive të komunikimit. Në Azi përgjithsisht, njerëzit janë shumë të mbyllur dhe të ndrojtur dhe nuk e njohin shumë gjuhën e trupit, nuk kanë shumë besim, po them tek vetja dhe ishte eksperiencë jashtëzakonshme për mua. Ato para që unë fitoja realisht i bëra udhëtime. Dhe nga njerë them si kam guxuar, se unë për shembull tani jam në një stad tjetër të jetës që jam pak më jo rehat, po do thoya jam pak më e sigurt në financat e mia, në shtëpinë time, në sigurisht gjëra që kam arritur, kupton, po unë atëherë vërtet s'kisha asgjë dhe tani mendoj kam që me fat se ku diun të më isha anulluar një fluturim ose të humbja një fluturim, në shumë gjasa nuk blija dot tjetrin, domethënë ishte. Megjithatë këto janë çmendurirat e moshës, Barbara. Po janë me moshë, unë sot do ta bëja. Sot nuk do ta bëja. Që nuk i mendon njeriu në atë moshë, edhe unë kam plot të tilla që. Edhe ti ke. Të kuptoj, jo kam plot të tilla që them si e kam bërë, si kam ikur, si kam guxuar. Kështu thënë unë, po. Megjithatë, jo, është shumë mirë. Megjithatë, unë mendoj që është duhet bërë ky inkurajim edhe për të rinjt që kanë kuriozitet dhe kanë guxim ta eksplorojnë botën, sepse këto mundësi ndoshta mund mos vinë në të ardhmen, edhe çdo mundësi duhet marrë. Do të thonë unë ju them se unë kam kushëriat e mia më të vogla dhe mundohem të shtyj aq shumë, paktën i them bëni një Erasmus, shikoni aplikimet online, ju çoj ligje para. Është dhe me të ndjera, ajo do thosha. Mundohem të shtyj vërtet, sepse sidomos për vajzat, ti e di vet, por në fund ditës unë mendoj që të krijon një pavarësi për cilat ne vajzat kemi nevojë, domethënë dhe mendoj që jemi të forta nga natyra, e dalim sfidave, domethënë, por eksperiencat jashtë janë mrekulli. Por edhe nëse ti nuk do shkosh të jetosh siç kemi jetuar ne për shembull në një kontinent tjetër, edhe nëse ti ke mundësi të udhtosh, nëse ke mundësi të lëvizësh, nëse shoqëria jote bëhet për një udhtim mos i thua jo, domethënë këto janë mundësi vërtet të jashtëzakonshme kur je i ri. Atë mungonte familja, vllajët binjak, mami, babi, apo u zhyten atë botën e atjeshme dhe ishe mirë? Më mungonin shumë, por mendoj jo aq sa ju mungoja unë atyre. Sepse është pikërisht, unë isha në një vend të ri, për mua çdo gjë ishte një aventurë, çdo ditë ishte ndryshe, unë çdo ditë përjetoja ndjesi të ndryshme. Ndërsa prindrit e mi dhe vllai im ishin në normalitetin dhe realitetin të cili unë i lash. Dhe mbaj mend që unë, për shembull, 3 muajt e para nuk arrija të flisja me babin. E merja në telefon, edhe ma mbyllte.
s'më thoshtë asnjë se tani po përlodhem, po për shembull vërtet 3 muajt e parë nuk flisja me babin sepse pa çka sa ai nuk ma shprente mua, ishte shumë i mërzitur. Do merja mamin, vllajin, thonë, "Çka ka se nuk më përgjigjet babi." Po babi s'flet dot me ty, e ka të vështirë edhe mendoj që për ata ishte shumë e vështirë se ç'ishte për mua, domethënë. Sepse unë tash, unë isha në aventurë, unë po eksploroja, më mungonin, por jo në formën që i mungoja unë atyre. Po kthimin si e përjetove? Covidi që erdhi, a ndjeshe vetëm atje kur ndodhi e gjithë kjo? Jo, sepse unë në fakt, domethënë, rastisi që u ktheva pikërisht në periudhën e Covidit sepse ishin pushimet semestrale. Okej. Dhe unë nuk u ktheva për t'u kthyer, nuk u ktheva për Pastaj ndjese domethënë. Po, për mua ishin pushimet e semestrit, unë madje edhe rrobat nuk isha marrë me vete, unë kisha marrë vetëm si thua një valixhe të vogël, dhe nuk u ktheva, nuk mendova që ishte përfundimtar. Pra ti gjërat i kisha atje? Po, nuk pata një shok, si thua që o bobo tani ç'a ndodhi se do t'ja bëj. Dhe nëse ju e mbani mend në 2019 kur e gjitha kjo gjë ndodhi, gjërat ishin pak si në ajër, po them, nuk kuptoj sa do zgjaste, çfarë po ndodhte, të gjithë ishim konfuz. Edhe unë ishte shkurt, domethënë kur u ktheva dhe okej, ndodhi kjo gjë. Ne kishim filluar, ne kishim dëgjuar për një problem tillë, por jo për një pandemi, nuk kishim dëgjuar pandemi, thjesht që ka rënë një grip i keq, Okej. Dhe kjo ka qenë përpara se sa ti të vije. Po, përpara se sa unë vije, po ishte normale. Dhe pastaj unë erdha për pushime, dhe vetëm Kjo ishte hera e parë që u ktheva apo ishte kthyer? Jo, isha kthyer ndërkohë. Kjo ishte hera e tretë gati, sepse kisha kaluar një vit të plotë dhe isha në vitin e dytë atje. Zgënjyse pastaj që nuk mund të shkoje dot më apo ishe okay me të qëndruar? Problemi ishte këtu, sepse thash edhe kur ndodhi kjo puna e pandemisë, ne na vinin her pas here lajmërime. Okej, këtë javë dinim ishim online, do punim sim online, javën tjetër, dhe ti ne nuk dinim se çfarë po ndodhte ose kur do mbaronte ose kur gjërat do ktheshin në normalitet. Pastaj kishte gjithmonë lajmërime që shiko, në qershor do rikthehemi të gjithë. Pastaj iku qershor, në shtator do rikthehemi të gjithë. Derisa nuk ndodhi më asgjë në kuptimin e fjalës. Do të pranoja realitetin, por unë ndjesha me fat që isha kthyer në atë periudhë dhe isha pranë familjes time. Ndjesha vërtet me fat sepse njerëz mi të afërt, shoqëria ime, humbën njerëz, humbën të dashur, ishte një situatë shumë kaotike dhe unë paktën thova, okay, jam me prindrit, jam me familjen, sepse nuk dua ta mendoj se si do ndjeshin ata nëse unë në atë periudhë do isha një kontinent larg, pra. Çfarë ke marrë me vete nga ajo kohë? Dashurin. Burrin. Wow. Më trego pak si u njohët. Po. Prandaj them nga njerë gjërat, ose prej ti kam filluar të mendoj që gjërat janë me fat, domethënë ti ke fatin tënd dhe është thjesht çështje kohe. Po. Se ne po ti ke guxuar të shkosh drejt fatit. Po, kam shkuar. Unë gjithmonë do guximin e marr. Okej. Giuseppe është italian dhe është nga Puglia, domethënë ne realisht jemi ngjitur me njëri tjetrin, jemi shumë afër edhe në kulturë, po edhe fizikisht. Ndërkohë që ne jemi takuar në Kin, domethënë 2 mesletar. Ç'bënte Giuseppe nga Puglia në Kin? Ai punonte për një kompani që punon ende sot. Ishte menaxher kontinental, menaxhonte gjithë kontinentin e Azisë aso kohë. Menaxher kontinental për një kompani spanjolle që bën surfaces, sipërfaqe, domethënë quartz, marble. Dakor. Okej. Edhe për shitjen, menaxhon shitjen, më saktë. Dhe u takuam atje, jemi takuar në mënyrën më rastësore të mundshme. Do të thënë, unë punoja në një godinë ku ai kishte një klient. Do të thënë, unë punoja në katin e 19, ai në katin e 21 dhe ne jemi parë 2 herë vetëm në ascensor. Okej. Dhe nga që i ngjashëm, në fakt në fillim u duk si shqiptar. Dhe thash ta përshëndes, kupton? E pash tash hi. A qëllonte shpesh që ta shikoje jo aziatik në... Po, se ishte një qytet internacional, po jo aty ku punoja unë. Aty ishte një godinë realisht që pra aty do flisnit aty. Isha e vetmja e huaj, domethënë atë godinë, edhe më bëri përshtypje pikërisht Giuseppe, se tash më ngjau shumë si shqiptar, ishte i gjatë, ezmer, simpatik, u duke simpatik, edhe që u përshëndetim, edhe më bëri përshtypje sepse
ishim vetëm ne dy në një ascensor me 20 veta, të gjithë kines, ne të dy gjatë, domethënë gjithë kishim e shikonim njëri tjetrin shumë mirë, ishte pashmangshme të përshëndesim. Ma kujtove Të ka ndodhur dhe ty. Po ne ishim mise. Po ju ishim nga 2 metra, pa le si dukesh ti aty. Po, ata shumë të shkurtër. Unë kam një foto në metro, ma e di domethënë që jam unë në metro dhe duket sikur unë jam gjithë në një piedestal sepse gjithë njerëzit mezi dallojnë, vetëm dallojnë kokat. Po i folja anglisht? Anglisht. Giuseppes i folja anglisht. Anglisht, sepse kur shikon një tuaj merr e mendova ti flisja shqip një herë, thash ky do jetë Joni, po jo, i folja anglisht dhe ai më përshëndeti. Ka qenë në fillimin e udhëtimit apo nga fundi? Jo, ka qenë, domethënë ne jemi takuar në shkurt, unë isha zhvendosur atje në shtator. Okej. Kështu ka qenë diku nga mesi, po them. Kështu që ju përjetuat një romancë të bukur bashk në kin. Wow! Po. Të dy europianëve. Megjithatë ishit ndoshta larg syve kureshtar. Kjo është gjë e mirë. Kjo është gjë e mirë. Unë i them, ne të dy atje ishim pa familje, domethënë familjet tona ishin shumë larg, shoqëria që ne kishim ishte shoqëri që po e krijonim me njerëz nga gjithë bota, ishim më të lirshëm, më të sinqert me njëri tjetrin dhe ishim vetëm ne të dy bashkë, domethënë. Dhe kjo ishte shumë e veçantë. Ai më bë pastaj mbështetje, do ma përmirësoi jetën time atje në të gjitha aspektet, sepse Giuseppe ai punonte ndërkohë që unë isha studente dhe më tregoi një botë të Kinës që unë nuk e shija dot si studente, sepse ai jetonte në qendër qytetit, unë jetoja në konvikt larg. Keni diferencë moshe? Po, kemi diferencë moshe, domethënë gati 10 vite. Okej. Kemi diferencë. Domethënë ai ishte më i pjekur se sa ti, më i madh, kështu që ka qenë mirë që e ke pasur atë mbështetje. Po e kisha krah, domethënë unë që kur jemi ulur në kafen e parë bashkë, ne kemi ndetur 6 orë bashkë duke biseduar dhe unë kam pasur gjithmonë, ja thash edhe kur bëm betimet e dasmës, unë kur kam takuar Giuseppe në herën e parë, më zhduk sikur kam takuar një njeri të familjes. Domethënë që ditën e parë ka qenë unë kam qenë njëri social, po jo social sa të përshëndes njerëzit në ascensor. Po Giuseppe ka pasur gjithmonë një tip ose një hije që më bënte gjithmonë ta ndjeja si një njerëz shumë të afërt, shumë familjar. Domethënë dhe dija që ky do ishte familja ime një ditë. Megjithatë ti kur ngece në Shqipëri, po themi, dhe ai ngeci në Kin. Ai ngeci në Kin, ju përjetuat një lidhje në distancë për disa vite, apo jo? Sa vite keni qenë? 3 vite. 3 vite. Po, shumë vështirë. Si është lidhja në distancë për 3 vite? Shikon, ne komunikojmë me njëri tjetrin mirë dhe ndoshta kjo lidhja në distancë na krijoi të dyve aftësinë për të komunikuar. Domethënë ne jemi njerëz që nuk ngrejmë zërin, nuk zihemi me njëri tjetrin, normalisht debatojmë, por gjithmonë i komunikojmë gjërat. Por e kam bërë se kam qenë e re, se nuk do e bëja më kurrë. Domethënë këto janë gjëra që i them prapë nuk do e bëja jo për Giuseppe, por unë e dua shumë, por prapë lidhja në distancë, sidomos kur je në tjetër kontinent, është shumë e vështirë, aq më tepër që ne nuk shiheshim. Ne domethënë 2 vitet e para, 2 vite rresh ne jemi parë një herë në vit. Po duhet ketë shumë besim mes çiftit për ta mbajtur këtë lidhje gjallë. Shumë e vështirë. E vetmja gjë domethënë që të krijonte besim atëherë ishte se Kina ishte e izoluar dhe njerëzit ishin të mbyllur në shtëpi. Kjo ishte vetmja ndihmë. Domethënë nuk ke besimin, po mund ta kesh me personin, por distanca është e jashtëzakonshme, do nuk ke çaj bën në këtë kuptim. Tani e di ti që përpara se sa t'ju ndante pandemia në farë forme, që ky do t'ishte njeriu i të jetës apo e vërtetoi distanca edhe kjo lidhja në distancë me kalimin e kohës? Shikon, unë kur e kam takuar e mendoja, thash më dha ndjesinë e një njeriu të familjes. Unë ndjesha shumë e lirshëm, jam dirë vetvetja me të gjithmonë, nuk më është dashur të shtirem me të si person. Edhe shikoja tek ai gjëra shumë pozitive që do doja ti kisha tek njeriu që do kaloja jetën. Është i ngjashëm me ne shqiptarët? Shumë. Se italianët kanë të jashtëzakonisht shumë i ngjashëm. Edhe më përshtatet në një formë të jashtëzakonshme. Por që mendoj distanca edhe më vërtetoi po që ai është njeriu i dur për mua, por nga ana tjetër edhe më sfidoi shumë. Do thënë distanca të sfidon dhe ka pas në cilat aspekte të sfidoi? Po ti se ke afër e para, ti në momentin që ty të duhet personi, sidomos mendoj kur ti je me dikë, të duhet aq më tepër fizikisht, do t'ja ndjesh prezencën, jo vetëm telefonatën, jo vetëm zërin, domethënë.
Dhe më sfidoj në këtë aspekt, unë kisha nevojë për të, gjërat në Shqipëri po ndryshonin, sa herë unë doja të merrja vendime, nuk e kisha prezent, më ndihmonte me këto vendimet e jetës time, mund më këshillonte, por unë nuk e kisha aty, as për një përqafim, as për mbështetje. Dhe në këtë aspekt më sfidoj shumë. Edhe unë nuk qesh për atë, normalisht, sepse tha ishte vetëm atje si që isha unë këtu. Madje për atë u bë më e vështirë, sepse nuk shikonte dot më as familjen e vet, në të njëjtën periudhë humbi dhe tëmën. Domethënë ka qenë peripeci shumë dhaja, por ja kemi dalë. Domethënë edhe kur vendosëm për të bërë dasëm, e bëm pikërisht sepse ne jemi një çift që jemi sfiduar jashtëzakonisht shumë dhe ja kemi dalë sfidave. Megjithatë ka qenë dashuri e madhe, sepse një dashuri e madhe i reziston edhe distancës, edhe kam qenë e rreth. Edhe realisht nganjëherë kur je në moshë të re dhe dashuria është pa kushte, pa limit, është verbëri, domethënë sa mundësive ju kam thënë unë jo. Edhe në periudhën që isha me Giuseppe, pikërisht se isha me Giuseppe, se doja ndërtoja këtë marrëdhënie, nuk doja të bëja lëvizje të tjera, doja që të bashkoheshim. Ndërsa kur u kthye ai pastaj? U kthye para 3 vitesh në Europë. Dhe u zhvendos në Angli. Dhe plani ishte që unë do shkoja në Angli. Okej. Dhe filluan procedurat që unë shkoja në Angli dhe më refuzuan 2 herë vizën. Oh, wow. Po. Por në atë periudhë ishte pak më lehtë për ne, sepse çdo 2 javë Giuseppe vinte. Domethënë vinte në Shqipëri çdo 2 javë, ishim shumë më mirë se ç'ishim kur ishim një herë në vit. Absolutisht. Por prap kur u bën 4 vite lidhje dhe ne vazhdonim distancë, ishte për mua u bë shumë. Dhe vjet në 2024, vjet tani bie gati një vit e gjysmë më para, unë vendosa që do rri përfundimisht në Shqipëri, pikërisht sepse vendosa që angazhimi politik tani do të jetë këtu full time. Pra e vendose ti këtë gjë. Po, nuk e vendosët bashkarisht. Jo, bashkarisht. E thash, shiko, unë tani vizas po bëhet, nuk po arrim të bashkohemi, unë duhet marr një vendim për jetën time, sepse i kam lënë gjërat pezu. Dhe vendimi im është që unë do rri në Shqipëri dhe do merrem me politikë. Dhe ai erdhi dhe të ndoqi. Yes. Wow. Dhe shiko, bëra shumë mirë që i thash që unë do rri në Shqipëri. Po si e mori vendimin? E mori shpejt? Jo aq shpejt, domethënë unë ja thash këtë vendim, po them nga fillimi i vitit të 2024, që shikoj po shkoj drejt këtij vendimi, dhe dua të rri në Shqipëri, dua të merrem me këtë gjë. Ndërkohë Giuseppe po mundoi me vetën të gjejmë një zgjidhje tjetër, të takohemi si thua midis, sepse normalisht edhe para të ndoshta Shqipëria ishte e vështirë, aq më tepër që ai duhet të ishte fizikisht me kompaninë e vet në Angli në atë periudhë. Dhe këtu them prapë që gjërat janë me fat, sepse kaluan 2 muaj dhe kompania e Giuseppe se e ngriti në detyrë dhe nga Anglia dhe Irlanda e kaluan në territorin e tij gjithë Europën. Pra ai do të menaxhonte tani gjithë kontinentin e Europës dhe mund ta bënte këtë gjë nga çdo vend i botës. Po. Do të thënë, thjesht duhet siguroheshim që kishte fluturime direkte me pothuajse të gjithë vendet që ai duhet të menaxhonte. Kështu që Giuseppe me pak fjalë pra kur diçka është për të qenë, ndodhi kjo gjë dhe në fakt pra pandemia që ju ndau, pandemia prap mundsoi edhe këtë punën online që ndryshoi botën për të gjithë njerëzit. Dhe ne prandaj ishim me fat sepse ne hapëm partinë time mundësia me 1 qershor, Giuseppe është shpërngul me 5 qershor në Shqipëri. Domethënë edhe që nga ai moment ka qenë i pandashëm dhe jetesa me të më ka bërë të kuptoj ose më ka bërë të keqardhur për gjithë periudhën që kemi humbur në distancë. Edhe si ka qenë bashkëjetesa me të në Shqipëri? Ti, kur unë të kam njohur, ishe këtu, a ishte lartë, po, ti jetoje me familjen, dhe në fakt, e vetëm gjë që s'kam kuptuar është se si mundeshe ti jetoje me familjen, sepse kur mësohesh të jetosh vetëm, është e vështirë që të kthehesh në shtëpi. Kjo është shumë e vërtetë, kur ma thoje ti atëherë, unë prapë thoj, shiko, Floriana, unë e shijoj jetëse me familje. Dhe vërtet e shijoj, sepse pikërisht nga që jetova larg, ndodhi dhe pjesa e pandemisë, gjërat u izoluan. Mendova që është gjë shumë e mirë për mua që të jetoj me familjen tani. Por tani kur u zhvendosa nga familja, kuptova që jo, do të kisha dëgjuar Floriana, do të kisha bërë më herët këtë gjë. Nuk po e ngura jo. Për publikun, secili merr vendimet e veta, por e vështirë. I kthemi
Kur je me familjen, ti ke njerëz që do të gjendet gjithmonë. Familja do të gjendet gjithmonë, por edhe rehato. Po nuk merr përgjegjësi pra, të desha të thoja, nuk merr përgjegjësi. Do të isha rehat, domethënë në kuptimin e fjalës që nëse kisha diçka më ndihmonte mami, babi, vllai, por nuk merr përgjegjësi. E dala nga familja të ndihmon pikërisht për këtë gjë, të përballosh jetën, domethënë të përballesh me jetën vet, të marrësh përgjegjësi, të bësh hapa të mëdhenj në jetë, edhe unë mendoj që bëra shumë mirë sepse vërtet në këtë 1 vit e gjysmë ose 2 vitet e fundit jeta ime ka ndryshuar komplet. Ka qenë më e vështirë? Përshtatja për të jetuar më vete, pra ju morët një shtëpi pastaj me Giuseppen, ti nga kjo, edhe pse kishe patur eksperiencën e Kinës, sigurisht, por në një farë mënyre ku gjërat në shtëpi ti bën mami, shumicën e ndihmës e ke nga prindrit dhe ti fokusohesh vetëm në gjërat që ti ke dëshirë që të bësh. Ndërkohë që kur ke shtëpinë tënde, pastaj duhet jesh edhe zonjë shtëpie, duhet kujdesesh edhe për shtëpinë, edhe për bashkëshortin, edhe sigurisht që kjo është një përshtatje tjetër. Ndryshon jashtëzakonisht shumë, aq më tepër duke kthyer asaj të distancës, nga që ne kishim qenë distancë, ne s'kishim jetuar kurrë bashkë. Dhe nga dy njerëz që sa herë shifeshin ishin si në aventurë, si në udhëtim, ishin 2 njerëz tani që do të jetonin çdo ditë, do të ndryshonin realitetin e tyre. Si u duk Tirana për jetesë Giuseppes? Giuseppe i pëlqen shumë. I pëlqen shumë për një arsye shumë thjesht, sepse pa çka se Giuseppe jeton në Shqipëri, Giuseppe punon për një kompani të huaj, Giuseppe paguhet me rrogën e një standardi të huaj. Pra merr më të mirat e Shqipërisë. Ai Shqipërisë nuk i shikon problemet vet. Ai shikon të mirat Shqipërisë. Pra ai shikon se sa i mirë është moti, se sa mirë është të kesh familjarë të afër dhe çdo fundjavë të organizohesh me to, se sa mirë është ushqimi, aq më tepër që unë gatuaj shumë mirë. Ashtu? Shumë, gatuaj shumë. Edhe Giuseppe shikon vërtet pjesën e bukur, domethënë ne gjatë gjithë verës, për shembull çdo fundjavë shkonim në plazh. Gjë për shembull ti e di shumë mirë kur je jashtë nuk mund të marrësh makinën çdo fundjavë të shkosh në plazh, edhe nëse e ke aty. Po këtë ta mundson Shqipëria. Shqipëria ta mundson. Distancat janë shumë të vogla. Vendi është i vogël dhe të ofron shumë për vendin e vogël që është, domethënë të kesh 2 dete në një sipërfaqe kaq të vogël, të kesh mal, të kesh kala, të kesh lumenj, pra për qenë një territor kaq i vogël ne kemi shumë si vend, dhe ati pëlqen. Shumë shpejt mbas bashkëjetesës tuaj, thuaj se 1 vit më vonë, ju vendosët që të bëni një dasëm shumë bukur. Nuk e dija kishe menduar që të bëje dasëm dhe më vjen mirë në fakt, sepse duket sikur çiftet e reja nuk po bëjnë më kaq shpesh dasma sa që kanë bërë më përpara. Faktikisht, unë kam dashur gjithmonë bëj dasëm, thjesht kam dashur të bëj një dasëm shumë të vogël. Dhe që nuk të doli shumë të vogël. Ishte pamundur. Domethënë unë edhe pse doja më parë një dasëm shumë të vogël, nuk isha me këmbë në tokë unë, sepse unë vi nga një familje shumë të madhe, nuk mund të kem një dasëm të vogël, se unë kam 10 teze e daja, kam xhaxhain e 2 hallu, do vetëm kushit parë jemi 31. 10 teze e daja. Wow. Jemi 31 kushit të parë, domethënë unë vetëm familja e ngushtë. Mos them tani që edhe kushërin ti kam të martuar, të fejuar me fëmijë me radhë, po vetëm familja e ngushtë, unë ishim nga 100 veta. Kupton, kështu është pamundur që ne të bënim një dasëm të vogël. Megjithatë më mua më pëlqeu planifikimi që ti, unë kam parë disa video që janë hedh, dhe një planifikim do thosha deri diku spontan. Po, ka qenë shumë spontan. Me elemente të thjeshta, po shumë të bukura, ti që qep fustanin tënd të rrobaqepsja e lagjës, që blen një fustan të shtrenjtë me gjysmë çmimi sepse kërkon ulje çmimi për fustanin, dhe që tortën harron ta porosisësh dhe merr një tiramisu. Kur je spontan këtë gjëra ndodhin. Domethënë, unë nuk doja dhe edhe kur kisha menduar dasmën, unë e kam menduar gjithmonë si një fest. Unë nuk e kam menduar si një show dasmën, sepse dasma në vetvete është vërtet fest për të celebruar dashurinë e njerëzve. Por kam kuptuar që dasma është edhe sfidë për çiftin, sepse kërkon aq shumë planifikim. Dasma kërkon shpeshherë dakordsi, ti duhet të biesh dakord në gjëra ndryshme. Dasma sjell debate. Është realisht një provë para se një çift nisi jetën bashkë, dhe mendoj që do ta bëjnë. Në shumë çifte përgjithsisht planifikimet i bën nusja. Megjithatë nuk e di sa Giuseppe ka dashur që të marrë pjesë në këtë. Giuseppe ka dashur të marrë pjesë në çdo gjë. Okej, ta ka vështirësuar domethënë. Se po ta kisha gjithë dorën
të lirë, domethënë do ishte pak më ndryshe, por jo më ka pëlqyer. Në fillim isha shumë skeptike, sepse thash, okay, po ndërhyri, po bëm dy veta, do ketë shumë debat, gjëra s'do më pëlqejnë, se unë e di ç'a dua pak a shumë. Jam shumë e vendosur gjërat që dua, por ai bëri shumë mirë që këmbguli. Se unë fillim i thoya, shiko, ti dhe nuk flet shqipe, se nëse unë do të bëj një takim, po them unë me kameramanen, më mirë ta bëj unë, jo, dua të jem prezente, dhe pastaj ai sillte një tjetër aspekt, gjëra që i kishte parë ose i pëlqente, edhe ishte shumë i përfshirë, po ne bëm një dasëm që munduam të jemi vetvetja, domethënë të thjesht në çdo aspekt. A ishte një dasëm modeste për sa i përket aspektit ekonomik, apo ishte një dasëm si që bëhen dasmat shqiptare ku kushtojnë shumë? Shiko, ne nuk ishim vendosur të bënim një dasëm, e mendonim që do bëjmë një dasëm, por s'kishim vendosur momentin, nuk ishim vendosur se kur. Mua Giuseppe më propozoi vjet në shkurt dhe unë isha në fushat, domethënë ai më propozoi ditën e premte, unë të shtunë në mëngjes isha në fushat, ne nuk bëm dot një fest, nuk hëngëm dot një darkë me familjen tona, domethënë. Dhe na ngeli pak që ne s'bëm asgjë kur u fejuam. Dhe pas fushate, pas zgjedhjeve, kur unë qetësova, se Giuseppe këmbgulte dhe gjatë zgjedhjeve, vendosim një datë, pak më thoi, jo, se unë kam nevojë të jem e qetë. Kur ta vendosim se kjo është diçka e gëzueshme. Se ka qenë insistus? E donte familjen shpejt me ty? Shiko, nuk ka qenë insistus në kuptimin që më ka bërë presion, që hajt ta bëjmë tani, se duhet bërë tani, nuk ka qenë thjesht çështja e momentit. Ai është njeri me shumë dëshirë, ka dashur domethënë që ne të bëjmë dasëm, ta kishim këtë moment, për një arsye shumë thjeshtë, se ne jemi të dy kërcimtar shumë të mirë. Dhe thoshte, po nuk bëm ne dasëm, kush do bëj dasëm? Vërtet kemi qenë gjithmonë njerëz shumë gjallë të dy dhe kërcejmë shumë bashkë. E ke shijuar? E keni shijuar? Pafund. Unë harrova që isha nuse. Dhe ai harroi që të thonë, ne nusja edhe nusëron. Jo, s'kishte asnjë lloj nusërimi, ne ishim vërtet të çlirët, ishim vërtet të lirshëm edhe e kemi shijuar shumë. Uroj ta kenë shijuar të ftuarit. Thash, ne harruam që ishim nusja dhe dhëndrit dhe ne po shijonim për vete, po besoj që e kanë shijuar. Prindrit, shumë të gëzuar. Si kam parë kur më të gëzuar se dasmat time. Janë përshtatur mirë me një dhëndër të huaj? Po, për çudi po, domethënë dhe unë kisha siklet në fillim, sepse unë kam për shembull dajet e mi që kanë jetuar gjithë jetën jashtë, se kanë qenë emigrant, kam kushrin të mi dhe ata kanë marrë nuse shqiptare. Dhe unë shkova për një vit e gjys në kontinent tjetër edhe e solla burrin e huaj dhe nuk doja faktikisht. Nuk është se unë u lidha me Giuseppe se ishte i huaj, unë u lidha me njeriu, më lidhi njeriu, si të thuash. Dhe e kisha pak vështirë t'ju a thoja prindërve. Mamit jo, mami e kisha thjesht, i pëlqeu shumë Giuseppe që në fillim, për babin e kisha problem se kisha hall mos e zhgënjeja. Por që kur kanë takuar Giuseppe, nuk kam pas dhe kundërshtime dhe më ka çuditur nga familja ime që kanë qenë aq të hapur, por që kur e kanë takuar kanë qenë shumë të lumtur. Edhe sot janë të lumtur edhe më vjen mirë që dhe mendoj kjo ndodh edhe kur rritesh, lumturia shumë fishohet kur ti shikon edhe njerëz të tjerë të lumtur me vendimin tënd. Absolutisht. Unë tani kur kam një vajzë të vogël, ndonjë kushërir që do thonë, jo po se unë për dashurinë i dal kundër familjes, them shiko. Bëje sa herë, po një ditë do kuptosh që faktikisht vendimet që kënaqin të gjitha palët, po sidomos familjen janë më të mirat. Unë e kam parë për shembull që edhe unë e kam dashuruar Giuseppe më tepër kur kam parë që ky është një njerëz që përshtatet dhe me prindrit e mi, dhe me vllajën tim, dhe me shoqërinë time. Përndryshe do isha shumë e izoluar. A ka ardhur momenti gjithashtu për një fryt të dashurisë mes jush? Tani, ne u martuam. Bashkëjetojmë për i gati 2 vitesh tani, kështu që i ka ardhur momenti e kemi bërë gati momentin. Pra ka diçka? Po, ka. I kemi edhe ne këto update-et pas dasmës. Okej. Po, unë jam shtatzan. Ti je shtatzan urive, Barbara. Ti ma the pak ditë përpara kësaj bisede dhe unë doja që të dilte natyralisht edhe pyetja, megjithatë ti shkëlqen, je shumë e lumtur, e rrezaton këtë gjë dhe unë të uroj një shtatzanisë sa më të mbar. Shumë faleminderit. Do të jetë një vajzë apo djalë? Është djalë. Në fakt unë thoja shumë, domethënë deri kur kam bërë vizitën te doktori, thoya nuk ka asnjë problem. Le të jetë çfarë të jetë, vetëm të jetë i shëndetshëm, të jetë mirë.
se unë nuk e mendoj vetëm me një fëmijë, kështu i thoa, çfarë do të jetë, do bëj prap, vetëm nuk doja binjak, doja një, është e lodhshme, vetëm të jetë një tani dhe të jetë mirë. Por kuptova kur shkova te doktori dhe më tha që ishte çun, kuptova që kisha gënjur veten, se unë vërtet doja një vajzë, kur ma tha vetëm çaja. Po tani jam shumë e gëzuar. Barbara është bekimi më i madh, aq më tepër. Unë kam vajzën të parën dhe unë fakt e doja vajzë. Kam përshtypjen se gjithë vajzat duan një vajzë. Do një vajzë, por im shosh e donte djalë të parin, kështu që besoj që Giuseppe, sido që t'jetë, është i lumtur. Jo, është shumë i lumtur, se ka... Edhe nëse sigurisht e ju do të bekojeni prapë me një fëmijë tjetër, do ishte shumë mirë që të ishte vajzë edhe për ty për të gëzuar, por një djalë ti përmbush pritshmëritë e kulturës shqiptare, le të themi këtë. Do të thënë në gjithë këtë periudhë, sepse unë jam ende herët, si thua, dhe nuk është se ju kam treguar shumë njerëzve, e kanë marrë vesh, se unë nuk është se jam njeri që mbaj sekrete, por nuk jam dhe njeri që bëj lajmërime, anoncoj, domethënë nuk e kam si natyrë. Edhe të gjithë më thonim, sidomos pas dasme, me një djalë. Ai shumë thanë, domethënë sa që tani u bë fakt. Dhe unë kam qenë fatmirë si Zotit, kam qenë shumë mirë me shëndet dhe kam përballuar. Ato do të pyesja, pra ke patur këto shqetësimet e mëngjeseve që kanë gratë shtatzanë apo? Jo, asnjë lloj shqetësimi. Okej, ti je ende, pra është në fazat e para të shtatzanisë. Por nuk kam pasur shqetësime, domethënë vërtet, thash unë nga që jam njëri që i marr gjërat me shumë sportivitet, më duket sikur dhe shtatzanin e kam marr me shumë sportivitet. Jam në të njëjtat kushte që isha para shtatzanisë, në kuptimin e fjalës që punojnë në të njëjtin intensitet. Mos them tani edhe më tepër, sepse duke ditur që kam një datë kur duhet të lind, po mundohem që para asaj të vë shumë gjëra në vi. Kur e presim bebin? E presim nga maj. Okej, domethënë kohë shumë e mirë. Po, nuk është shumë vap, kështu që është shumë bukur. Se presim atëherë, kështu që. Po, ke filluar të bësh gati? Vetëm ekon kam. Asgjë. Nuk kam vërtet asgjë. Do ndali si puna e dasmës, gjithmonë do e nis planifikimin ato muajt e fundit. Nuk është se kam lënë për neglizhencë ose diçka, por mendoj që ka kohë. Dhe unë nuk jam njëri që bëj plane shumë të detajuara. Më pëlqejnë gjërat të vinë pak natyralisht. E kuptoj këtë. Edhe për djalin, për çunin, po presim që këto gjëra të vinë avash. Është interesant sepse bëj një paralelizëm edhe me veten në shtatzanin time të parë. Sigurisht që njeriu nuk di edhe se si të sillet, edhe a duhet i them, a s'duhet i them, a duhet ta bëj, a s'duhet ta bëj, sepse ka gjithmonë atë merakun që si do shkojnë gjërat. Shumë mirë do shkojnë gjërat, mjafton që t'jesh pozitive, ta shijosh, por sigurisht mos harrosh edhe veten. Mendoj që nëse nëna është mirë, edhe fëmia është mirë. Edhe çdo gjë transmetohet. Ti përpiqu të mos e stresosh veten me gjëra të kota, dhe fokusohu tek ato që janë vërtet të rëndësishme. Që je e lumtur me njeriun që do, në Shqipërinë që do. Jo vetëm se jam shtatzan tani, unë këtë gjë jam munduar ta bëj gjithë jetën. Unë vërtet jam munduar të zgjedh edhe sfidat e mia. Pra nëse ka qenë diçka e vogël e kam lënë, nuk jam marr. Jam marr gjithmonë me gjëra që vërtet janë të rëndësishme për mua, kam mbajtur afër njerëz që vërtet kanë vlerë për mua. Nuk jam njeri që dua të konsumohem për gjëra të kota, domethënë apo ta vras mendje për gjëra të kota, por nga një herë është e pashmangshme. Unë për shembull vërtet s'kam pasur simptoma në këtë shtatzani, por kam kuptuar nga njerëz të tjerë që vetëm simptom që kam tani janë nervat. Unë kam qenë njeri shumë i qetë, që përballoj gjërat shumë qetë, tani durimi im është shkurtuar pak. Po mirë. Më ka bërë më mirë. Çfarë ka ndryshuar nga po themi Barbara e më përparshme, që ke qenë më e lirshme, më e fokusuar tek vetja, tek gjërat e tua, vazhdon ti jesh e tillë apo je bër pak më akomoduese për familjen që po ndërton? Shiko, unë jam edhe në një, domethënë unë jam 29 vjeç, prap mendoj që jam në një moshë të re, dhe fakti që po krijoj familje nuk do thotë që unë dua të heq dorë nga vetja ime. Përkundrazi, unë edhe tani që vazhdoj dhe merrem edhe me punën time, po dhe me politikën, pa ndryshuar asgjë. A vazhdon merresh me arkitekturën? Po, merrem, po jo sa do doja fatkeqësisht, sepse është ngarkesë shumë e madhe për mua, jo sa do doja, po vazhdoj merrem.
Por po thoya këtë që tani mundohem, domethënë her pas here të ndërtoj dhe atë modelin. Unë për shembull kur isha në fushat, ju thoja se doja të kisha sa më shumë gra dhe vajza aty përreth partitë, ju thoja që ne nuk duhet ta kemi justifikim, domethënë ose problem të pasurit një familje, nuk duhet të jetë si problem, ajo është një ndihmë, është një forcë që ty të vjen dhe nuk duhet të na ndali si persona. Kështu dhe unë nuk doja që kjo gjë të më ndali. Në kuptimin e fjalës. A ndjen se të ndalë në ndonjë moment apo e bën me sforco, ka gjëra që i bën me sforco apo të vinë natyralisht? Gjërat më vinë natyrshëm, e vetme gjë që sot ndjej një tjetër lloj përgjegjësie, domethënë ndjej një lloj tjetër përgjegjësie edhe për vendimet që marr, edhe për të ardhmen që planifikoj, sepse nëse më parë unë mund merrja një vendim dhe pasojat e këtij vendimi binin interesisht mbi mua, unë e kuptoj që sot kam një bashkëshort, do bëhemi me fëmijë së shpejti, kështu që çdo vendim që unë marr është për të paktën vetëm për ne të tre. Mos them pastaj edhe për prindrit e mi apo familjen e Giuseppes që tashmë janë pjesë e imja. Kështu që normalisht mundohem të jem një person më i përgjegjshëm, e shikoj që më ka ndryshuar perceptimi shumë gjërave, për shembull nëse më parë ku diu nuk më shqetësonin dhe aq shumë çmimet ose tani më shqetëson çdo gjë, ose shpenzimi tek vetja. Për shembull, më parë kur shpenzoja për veten time. Tani mundohem të jem më e kujdesshme, nuk jam ose kam qenë kurrë shpërdoruese, po prapë mundohem të jem akoma më e kujdesshme se më parë. Tani, në fakt ti je shembulli tipik i një familje të re që përpiqet ta ndërtojë jetën në Tiranë. Edhe të bëj një jetë të mirë, pra një jetë të rehatshme, do më të mirën sigurisht edhe për familjen që po ndërton, bebin që do të vi, por sa e ndjen tani që po thoshe më përpara që Giuseppe prap paguhet me një rrogë nga jashtë, pra jo me një rrogë shqiptare, që sigurisht ju faciliton edhe jetesën. Po sa e ndjen peshën e vështirësisë së jetës në Tiranë tani me çmime? Shumë. Dhe sa do ta ndjente edhe një familje tjetër? Absolutisht. Unë e them, ju a them dhe njerëzve të tjerë, unë jam me fat që bashkëshorti im, po edhe unë kur punoja, ne punonim të dy për kompani të huaj dhe pagesat tona, rrogat tona ishin realisht shumë të mira. Po. Jo vetëm mbi mesatarin, po ishin rroga shumë të mira për Shqipërinë. Por edhe për ne është shumë e vështirë, sepse njerëzit që fitojnë para duhet ta dinë shumë mirë me fitimin e parave, rritën shpenzimet. Do të nëse më parë për shembull dhe kur udhtonim, gjenim një hotel ku unë shumë të lirë ose biletat tani duam të jemi pak më rehat, sepse ti ndryshon stadjete, rritesh. Po e shikon edhe çmimet e apartamenteve se sa shumë janë të apartamenteve, për shembull, është një gjë që më vë dhe në siklet, sepse Giuseppe ka jetuar jashtë, është italian, ne fare lehtë me paratë që mund blejmë një pronë në Shqipëri, ne mund bëjmë një investim kudo në Europë, domethënë. Dhe kjo është një gjë që më step pak për ndërtimin e të ardhmes në Shqipëri. Jo më step pak, më step shumë, domethënë për ndërtimin e të ardhmes në Shqipëri. Shpesh kam frikë, tani sidomos që do bëhemi dhe me fëmijë, sepse them fëmia im do jetë edhe italian, dhe unë nuk dua t'i mohoj fëmijës tim të drejtat e tij ose benefitet që do kishte, po për shembull, arsimi në Itali është shumë më i mirë se në Shqipëri. Ndërkohë që unë dua ta arris fëmin në Shqipëri. Dhe kam frikë se mos një farë mënyre po i mohoj fëmijës tim një të drejtë që ai do kishte, një të mirë që ai do kishte duke jetuar në Itali, po them. Megjithatë edhe sfidat rrisin, Barbara. Po, absolutisht. Ne jemi shembulli për këtë. Unë di kur Giuseppe diskuton ndonjëherë, çfarë do bëjmë, kur e para i them prit se s'kemi lindur një. Të lindit të rritet të shkojnë atë fazë. E dyta, unë i them Giuseppes, unë më kam bërë shkollën në shtet, do të thënë që fëmijë. Kemi qenë tek Vasilçanto në Tiranë, në 9 vjeçare, kemi bërë gjimnazin te Petronini, universitetin e kam bërë në shtet, dhe unë i them që po bë si unë, do më thënë është shumë mirë, kështu që mos e vrit mendin, i them sepse fëmijët janë vetë të zgjuar, janë kurioze, unë do t'i shtyr shumë fëmijët e mi. Siç më kanë shtyr mua prindrit, do t'i shtyr dhe unë fëmijët që t'jenë kurios, që të mësojnë, që të kenë vullnet, kenë dëshirë, që të sfidojnë, t'jenë sfidues si fëmijë. Mezi po pres njerëz, po më kanë ngjarë mua, do jenë shumë sfidues si fëmijët. Mezi po pres të më marrin hakun që kam bërë vetë. Unë gjithashtu mendoj që edhe ne duhet i mbesim Shqipërisë, Barbara, sepse Shqipëria ka nevojë për shqiptar që qëndrojnë,
pavarësisht sfidave, që luftojnë për ta bërë Shqipërinë më të mirë, dhe kjo në fakt mungon këtu tek vendi ynë. Unë trishtohem sa herë dëgjoj histori të rinj që duan t'ikin edhe që shohin lumturinë e tyre gjetk, sepse në fakt lumturia nuk gjendet asnjëherë larg njerëzve të zemrës, mendoj unë, dhe larg vendit ku ti ke rrënjët. Kështu që pavarësisht se ti ke një bashkëshort italian, Italia është fare afër dhe prap mund të bëhet një miksim i mirë i udhëtimit ose i jetesës në dy vende kaq pranë, edhe me rritjen e fëmijëve, por sa më afër vendit ku kemi rrënjët. Shiko, unë dua ta them këtë gjë faktikisht ka shumë njerëz që zgjedhin të jetojnë jashtë dhe unë e kuptoj. Sinqerisht, unë kur nuk i gjykoj ata që ikin, përkundrazi jam më mirë kuptu sepse unë e di se sa sfiduese është thjesht në vendin tonë. Është sfiduese, sidomos për njerëzit që kanë aftësi, që duan të ecin, për njerëz që meritojnë shumë dhe punojnë që të meritojnë, sepse Shqipëria nuk është vend i lehtë për njerëzit që duan t'ja dalin me punë. Shqipëria është një vend ku ne kemi parë shembujt, si unë si ti kemi parë shembujt edhe rreth nesh, njerëzve që janë në pozita të caktuara pa merit, për njerëz që paguhen pa merit, për njerëz që shpesh dalin dhe mbi ty, domethënë gjithmonë pa merit dhe në një rrugë që ti as nuk e kupton dhe as nuk do e bëj dot. Që unë e kuptoj të gjithë ata që ikin, por unë e kam kuptuar shumë herët që unë do isha e lumtur vetëm në Shqipëri. Unë e kam kuptuar shumë herë dhe jam shumë e lumtur që e kam ndetur vendimin tim për ndetur në Shqipëri. Por kjo është me njëri, dhe thash zgjedhja nuk është e lehtë rish në Shqipëri. Kur më thotë para 3 ditësh takuam një djalë që po kthehet nga Amerika pas 12 vitesh atje, ka arritur suksesin atje dhe do të kthehet të kontribuojë në Shqipëri dhe të kontribuojë në politikë. Dhe unë jam me shumë fat që kemi njerëz janë histori që duhen përqafuar, absolutisht. Jam me shumë fat që ne kemi njerëz tillë, po nga ana tjetër unë doja t'i thoja që mos e bëj. Do kisha frikë për të, sepse ti jetosh në Amerikë, në një vend ku funksionon ekonomia, demokracia, liria, ku funksionon çdo gjë me pak fjalë. Unë e di që për të do jetë traumatike kur të kthehet në Shqipëri, sepse ai e ka parë tani si turist Shqipërinë, ai ka ardhur, ka ndjetur me familjarët, i ka shijuar, i ka munguar, por përditshmëria në Shqipëri është sfiduese, është shumë sfiduese. Por gjithsesi vendimet e vështira janë pikërisht për njerëzit e fortë. Kështu që dhe ti si e shikon të ardhmen e Shqipërisë, sigurisht edhe të lidhur me tënden. E shikon pozitivisht? E shikon me shpresë? Absolutisht. Unë mendoj, edhe fakti që kam lëvizur shumë, kam udhëtuar në shumë vende, fakti që kam lexuar shumë, më ka bërë të kuptoj që ne nuk jemi një rast izoluar. Kur ti jeton në Shqipëri të duket sikur gjërat këtu s'do ndryshojnë kurrë, sikur vetëm ne kemi këto probleme, domethënë. Asnjë vend tjetër si ka. Por çdo vend i zhvilluar, çdo vend demokratik, sot i ka kaluar një herë sfidën që po kalon Shqipëria tani. Domethënë gjërat nuk janë të lehta tani, por unë jam me shumë shpresë që gjërat do ndryshojnë. Aq më tepër që unë besoj shumë tek shqiptarët. Unë ndjej një krenari të jashtëzakonshme për shqiptarët. Unë kur iki jashtë Floriana, kudo që iki dhe unë takoj shqiptar, unë ndjem shumë krenare për to, për mënyrën se si ja kanë dalë, për punën që ata bëjnë, për mënyrën se si sillen, sa të gatshëm janë të ndihmojnë, domethënë. Unë gjithmonë kur marr një fluturim nga Shqipëria, kudo që të jetë në botë, kudo që të jetë destinacioni në botë, ndihem e sigurt. Sepse e di që edhe nëse ndodh diçka, do jetë një shqiptar ose do jetë dikush tek i cili mund të kërkoj ndihmë edhe pa e njohur. Dhe më ka ndodhur vërtet. Gjë që më duket shumë e rrallë. Kjo është gjëja që edhe Giuseppe si bën përshtypje më tepër se çdo gjë tjetër. Domethënë që ne gjendemi për njëri tjetrin si popull dhe mua kjo më pëlqen shumë. Dhe unë kam besim tek shqiptarët se kam parë që janë të zotë, kanë ambicie dhe duan t'ja dalin. Dhe unë mendoj që mund ta bëjnë vendin. Nuk i bëj kur fajtor shqiptarët, pse ndoshta nuk po luftojnë në këtë moment, por i kuptoj, por e di që gjërat do ndryshojnë. Thjesht do doj kohë. Dhe mendoj që të gjitha këto cilësitë shumë të mira që ti i përmendet të shqiptarëve, që absolutisht edhe unë jam dakord, edhe ne të gjejmë forcën ti nxjerrim si parsore, ti nxjerrim pa dhe
Dhe ta kemi vendin në zemër dhe në mendje gjithmonë, edhe për t'u kthyer dhe për ta ndryshuar, edhe për ta çuar drejt asaj Shqipërie që besoj gjithë shqiptarët e ndërrojnë. Absolutisht. Unë kam shumë besim që kjo gjë do ndodhi dhe prandaj luftoj çdo ditë. Çdo ditë mundohem të luftoj, të jap një kontribut, kërkoj të mos ndalem në atë që bëj çdo ditë, domethënë. Kjo vjen edhe nga bashkëshorti im, çdo ditë më bën presion sa herë më dorëzohem, thotë, "Mirë, marrim valizhat, ikim në Itali" dhe sa ma thotë këtë gjë, unë them, "Okej, do vazhdoj të luftoj, nuk do dorëzohem", por që Shqipëria është një vend i bekuar, i bukur, Shqipëria është një vend me njerëz të jashtëzakonshëm, edhe unë prandaj kam shumë besim tek Shqipëria dhe shqiptarët. Tani nëse më lejon do t'i them ja dy gjëra, Floriane. Ne jemi njohur bashkë në politikë, normalisht. Unë isha pjesë e PD-s asa kohë. Dhe kjo është një gjë që ndoshta s'ta kam thënë, por ose nuk e di nëse kam arritur të ta shpreh, por unë në Partinë Demokratike kam takuar gjithashtu njerëz të jashtëzakonshëm, por sidomos gratë e PD-s për mua kanë qenë të jashtëzakonshme. Unë kam pas gjithmonë një problem me burrat BD, por me gratë kurrë, domethënë kuptimin e fjalës që gjithmonë kanë suportuar, edhe kjo ka qenë vetëm gjë që më stepte kur doja të largohesha nga partia, se më vinte keq për gjithë këto gra dhe vajza që më ishin bërë suport, domethënë e kam ndier, dhe sidomos edhe nga ti. Kjo ka qenë një gjë shumë e veçantë. Unë dua nëse dhe më pas për shembull vajza që kam takuar, që kanë dashur të merren me Partinë Demokratike ose që e shikonin aty të ardhmen, nuk kam thënë flisni me Florianën, takoni një Florianën, s'është dhe vërtet këtë doja ta thoja se ndoshta s'ta kam thënë asnjëherë publikisht, por ti ke një rol shumë pozitiv, edhe unë, siç më inkurajon ti që unë të vazhdoj, të inkurajoj edhe unë që ti të vazhdosh, edhe mos ta ndërpresësh hapin. Barbara, faleminderit shumë. Unë nuk e prisja këtë në fakt, sepse kjo është një bisedë jo politike që unë bëj këtu, megjithatë e vlerësova shumë, edhe dashamirësinë tënde, edhe tendencën tënde për të qenë e hapur drejt kësaj, edhe absolutisht unë mendoj që siç e thash edhe në fillim të emisionit, figurat publike kanë një përgjegjësi për të dhënë modelet e duhura në shoqëri dhe mendoj që gjithkush që na sheh dhe ndihet i frymëzuar, ne besoj kemi arritur që ta kryejmë atë rol tonin në mënyrën e duhur. Kështu që unë të falenderoj që ishe këtu, të uroj më të mirat dhe jam shumë e lumtur për ty, shumë e emocionuar që ti krahas të qenit kaq e përmbushur në çdo aspekt, tani po përmbushesh në rolin më të rëndësishëm që ka një grua, si nën. Kështu që urime. Shumë faleminderit, Floriana. Faleminderit.